Është shumë e rëndë që njeriu të mendojë se ndoshta Zoti nuk e fal. Shumë e rëndë. Innehu la yaqnatu min rahmati rabbih illa al-qawmul kafirun. Nuk I humb shpresat nga mëshira e Zotit vetëm si një që është jo besimtar. Po si ka mundësi që njeriu të mendojë se Zoti nuk mund ta falë? Nuk ka gjë të pamundur për Allahun. Sado që t'jen gjunat tona, sado që t'jen gabimet tona, sado që t'jen le themi devijimet tona, rrëshqitjet tona, nuk ka të pamundur për Allahun. Pra mjafton që njeriu t'i drejtohet Zotit dhe Zoti e fal. A nuk tha I madhi Zot në hadithin kudsi, o njeri, nëse ti më vjen mua me gjuna dhe mëkate që kanë arrit deri në fund të qiellit, pra jo qielli I parë, por në fund të 7 qiejve, dhe ti thua o Zot më fal, unë të fal e s'du të di për gjunat që ti ke bërë. Pra kërkimi I falje, le themi do të jetë një nga gjërat. Pra do ta kemi bindje këtë pjesë, pra të mos lutemi me hamendje ose të mos vim në xhami, po themi me dyshim, po të kemi bindje të fortë. Kjo do të jetë siguri që unë shkoj se Zoti ka për të fal. Duhet të jemi shumë të sigurt për këtë gjë. Unë nuk mund deklaroj se Zoti më ka fal, se kjo I takon Zotit. Ama unë shkoj me vetdijen e plotë se Zoti ka për të fal. Pra ne duhet jemi në këtë lloj koshiencë, në këtë lloj sigurie, ilm, yaqin, pra një dije e sigurt, një informacion I sigurt, se ne nuk e kemi informacion nga vetë jonë. Këtë gjë na ka thënë Zoti dhe na ka thënë profeti alayhis salam. Ne thjesht duhet ta besojmë këtë gjë.